Mirë se vini në ditën 2 nga 7 ditët e qetësisë. Tani që keni provuar ushtrimin tuaj të parë të meditimit, keni filluar të kuptoni më shumë për këtë praktikë. Siç mund ta keni vërejtur në ushtrimin e ditës së parë, qëndrimi këtu dhe tani mund të jetë një arritje sfiduese. Prandaj praktika e rregullt është shumë e rëndësishme. Me kalimin e kohës, do të filloni të praktikoni përqendrimin dhe ndërgjegjësimin në botën reale, dhe atëherë do të vini re përfitimet e vërteta. Si për shembull, të mos rrëmbeheni më nga emocionet tuaja, ose të zbuloni se jeni më rezistent ndaj situatave stresuese. Ndoshta do të vini re një durim dhe dëmshuri ndaj vetës dhe të tjerëve. Për më tepër, ka të gjitha ato përfitime mjekësore, të tilla si ekuilibri i sistemit tonë nervor dhe stabilizimi i gjendjeve tona emocionale dhe mendore, rritja e përqendrimit dhe krijimtarisë dhe aftësia për të luftuar sëmundjet apo vështirësitë me të cilat përballemi. Sot, ne do të praktikojmë një ushtrim të vetdijes, së quajtur përqendrimi i mendjes, që do të ndërtohet në teknikën e frymëmarrjes që prezantuam dje. Kjo do të ndihmojë në zhvillimin dhe mbështetjen e përqendrimit tonë. Filloni duke ulur rehatshëm në jashtëk ose në karrike. Mbani shpinën drejt, mbyllni sytë dhe filloni të relaksoni frymëmarrjen tuaj. Merrni frymë brenda dhe jashtë me një ritëm natyral duke ndjekur frymëmarrjen. Mos e kontrolloni. Lëreni ta drejtojë rrugën. Ndiqni frymën ndërsa hyn në trup dhe ndërsa del nga trupi. Brenda dhe jashtë. Ndërsa frymëmarrja hyn në trup, vini re mendresh se po merrni frymë dhe po nxjerrni frymën. Ndërsa merrni frymë, mendoni me vete fjalët aktuale, merr frymë, dhe ndërsa nxjerrni frymën, mendoni fjalët, lirojeni frymën. Qëllimi i kësaj është të ndihmojë në përqendrimin e mendjes. Tani, do t'ju japim pak kohë për të praktikuar fjalët merr frymë dhe lirojeni frymën. Mos u habitni nëse mendja juaj fillon të endet.
Kjo është natyra e saj. I pëlqen të mendoj dhe të analizoj. Ju mund ta gjeni veten duke rikujtuar ose duke menduar për ditën tuaj. Kur kjo të ndodh dhe të vini re që mendja po endet, butësisht ktheni vëmendjen përsëri tek frymarrja. Për sa kohë që ju duket e dobishme, vazhdoni të shënoni frymarrjen kur ajo hyn, të del nga trupi juaj, duke përsëritur me ndresht fjalët: merr frymë dhe lirojeni frymën. Vini re nëse mendja juaj është e përqendruar ose nëse është endur larg. Mos u ndjeni të shgënjyer me veten nëse kjo ndodh. Të menduarit mund të jetë një vëmendje e fuqishme që e bën të vështirë të qëndrosh këtu dhe tani, si dhe është e lehtë për ne që të shpërqendrohemi. Kështu që, sa herë që vëreni se keni humbur në mendime, lehtësisht kthehuni në frymarrje dhe vazhdoni pikërisht aty ku e keni lënë. Edhe një herë, nëse po e shihni të dobishme, vini re frymarrjen tuaj si një mënyrë për të thelluar përqendrimin dhe përsëritni fjalët: merr frymë dhe lirojeni frymën. Dhe ndërsa mbaron ushtrimi, duke I mbajtur sytë mbyllur, butësisht tundni gishtat e duarve dhe këmbëve dhe riktheheni vëmendjen në dhomë. Merrni një moment për të vërejtur se si ndiheni. Nëse keni të vështirë të mbani një mendje të përqendruar, mos gjykoni veten ose praktikën tuaj. Shumica prej nesh e ka të vështirë uljen dhe qetësinë në fillim, sepse jemi mësuar të përqendrohemi në shumë gjëra në të njëjtën kohë. Sa më shumë të meditoni, aq më gjatë do të jeni në gjendje të ruani përqendrimin tuaj gjatë meditimit. Tani, butësisht hapni sytë. Urime për plotësimin e ditës së dytë nga 7 ditët e qetësisë. Unë pres që të shihemi në ushtrimin tonë të ardhshëm.